S'ka dyshim se të gjitha falenderimet, të gjitha bindjet për uljet në nështrimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jell. Allahun e gjithë pushtetshëm. Atë falenderojmë, për Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahu të lartë madhëruar për çdo të keqe që e veprojmë me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë fe madhështore, nuk ka askush i ta largojë nga kjo mirësi e madhe. Dhe mbi atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahut xhele xhelalu, nuk ka askush i ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetoj e dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe vërtetoj e dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet i dërgojmë mbi më të mirën e krijesave, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhruar na tërheq vërejtje në librin e tij fisnik, ku na tregon dhe thot: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu të friksojeni. Dhe mos ju gjej vdekja, pra mos disnive se ju duke qenë musliman pra në fen islame. Thot përsëri i gjithëpushtetshmi në librin e tij fisnik: o ju që keni besuar, friksojni Allahut. Keni frikë Allahun dhe gjithmonë flisni të drejtën. Kur do herë flisni të vërtetën? Se në këtë mënyrë ka për të përmirësuar Allahu çështjet tuaja. Punët tuaja do t'i korrigjoj, ka për t'ja korrigjuar Zoti i gjithëpushtetshëm. Dhe dijeni se ai i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, s'ka dyshim se ai njeri ka korrur një fitore të madhe. Dhe thot përsëri Allahu Azza wa Jell, po këtë radhë drejtohet mbar njerëzimit: o ju njerëz, keni drojë Zotin tuaj i cili ju krijoi ju nga një vetë e vetme, dhe prej kësaj krijoi bashkëshorten e tij grua, dhe për këtyre dy Allahu xhele xhelalu i shtoi dhe i shumoi në burra e gra në popull. Ndaj friksojni Allahut, tek i cili ju kërkoni të drejtat e ndërsjellta, dhe ruajini marrëdhëniet farefisnore. Ruajini marrëdhëniet farefisnore. Dhe dijeni se Allahu xhele xhelalu është mbikëqyrës me ju. Dijeni se Allahu ju mbikëqyr. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jell. Dhe udhëzimi më i mirë është ai udhëzim me cilin erdhi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Duhet të dimë se prej gjërave shumë të këqija dhe të rrezikshme në fen tonë të dashur janë shpikjet, janë risit, sajesat. Duhet të jemi të vetëdijshëm se çdo shpikje është bidat, dhe se çdo bidat është dalal, është humbje, dhe se çdo humbje e shpije punuesin e saj në zjarr. Zotin e madh e lut për ju dhe për mua të na ruaj për kësaj. Të nderuar vëllezër dhe motra, s'ka dyshim se nga shenjat dhe kushtet e pranimit të një vepre të mirë është i besimtari atë vepër ta vazhdoj edhe në të ardhmen. Ta vazhdoj edhe në të ardhmen. Ne sapo e kemi përcjell muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe nga shenja se muslimani kujdeset për agjërimin dhe për Ramazanin, është dhe agjërimi i 6 ditëve të muajit Shawal që ne ndodhemi. To tregojnë dhe simbolizojnë dashurinë dhe kujdesin e muslimanit nda një adhurimi shumë të dashur tek Allahu xhele xhelalu. Të gjithë duhet ta dimë vlerën dhe dobit që i ka ky muaj. Ky muaj ka 6 ditë, të cilat besimtari duhet i kalojë me agjërim. Ato ditë nuk janë të përcaktuara. Ato ditë besimtari mund t'i agjërojë në fillim të muajit, mund t'i agjërojë në mes të muajit, e ka mundësi që t'i agjërojë edhe në fund të muajit. Mund t'i agjërojë një herësh për një herë dhe mund t'i agjërojë pak nga pak. Po e rëndësishme është që muslimani mos t'i lërë pa agjëruar. Nëse do i agjëron rresht, nëse do i agjëron 3 ditë në javë,
2 ditë në javë, vetëm rëndësi ka që t'ja agjëroj. Pra t'ja agjëroj këtë ditë. Është pyetur një prej të parëve tanë të mirë. Bishr el-Hafi, Zoti e mëshiroft. E pyetën disa nga njerëzit kur i thanë: Inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan, famadha ra'yuk fihim. Pra i thanë: O Bishr el-Hafi, çfarë mendimi ke për disa njerëz të cilët adhurojnë Allahun Azza wa Jall dhe bëhen të mirë dhe të devotshëm vetëm në muajin e Ramazanit. Por se sapo kalon Ramazani e harrojnë ata. Dhe ai u përgjigj kur tha: Bi'sal qawmu qawman la ya'rifuna billahi haqqa fi Ramadan. Innama salihu alladhi yata'abbadu lillahi dawman wa da'iman. Pra ju përgjigj kur i tha: sa popull i keq e sa gabimtar janë ata të cilët nuk ja din vlerën e adhurimit edhe më mbas, por se ja din vetëm në muaj të Ramazanit. Dhe tha se sa musliman i mirë dhe i devotshëm është ai i cili ja di kimetin Allahut, ja di vlerën e Allahut Azza wa Jall dhe kësaj feje gjatë gjithë kohës, pra gjatë gjithë vitit. Prandaj nderuar vëllezër dhe motra, ne themi se me agjërimin e 6 ditëve nga Shewali tregojmë kujdesin ton për Ramazanin që na iku. Tregojmë kujdesin ton për agjërimin që e bëm gjatë muajit të Ramazanit. Dhe tregojmë kujdesin ton si besimtar se duhet të jemi të përpikshëm dhe të devotshëm gjatë gjithë vitit, jo vetëm në Ramazan. Dhe profeti jon i dashur sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadithin që gjendet në Sahihul Muslim: Men sama Ramadanan thumma atba'u sittata min Shawwal fa ka'annama sama ad-dahr. Që do të thotë ai i cili agjiron muajin e Ramazanit dhe më mbas e përcjell atë, agjiron 6 ditë nga Shewali, do t'i shkruhet sevapi shpërblimi sikurse ka agjiruar gjithë vitin, 12 muaj, tamam 12 muaj. Ndërsa Imam Neveviu, Allah mëshiroft, ka thënë: Innamal hasanatu bi ashri amthaliha. Veprat e mira, ka thënë, vepra e mirë në fe tek Allahu shpërblehet me 10 fish. Dhe tha, 1 muaj agjërim, shpërblimin e ka sa 10 muaj agjërim. Dhe tha, 6 ditë të Shewalit, shpërblimin e kanë 60 ditë. Dhe kështu në këtë mënyrë pra bëhen 12 muaj agjërim. Kështu e komentoi Imam Neveviu këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Ibn Rexhepi kur erdhi te komenti këtij hadithi të bekuar tha: agjërimi i muajit Shewal dhe agjërimi i muajit Shaban tregojnë kujdesin e muslimanit ndaj agjërimit të Ramazanit. Sikurse nafilet dhe sunetet, veprat vullnetare dhe sunetet. Pra, para farzit apo edhe mbas farzit. Prandaj Allahu ka bërë që të ketë sunete para farzit, që të përgatitesh ti për farzin që do e falësh më mbas. Dhe ka lënë sunete mbas farzit, që ti plotësoj nëse ke pas mangësi gjatë farzit. Kështu edhe me agjërimin e muajit Shewal është e njëjta, dhe me agjërimin e muajit Shaban, që janë 2 muaj në mes të Ramazanit. Dhe se besimtari që agjëron në Shewal shpërblehet me shpërblimin sikur ka agjëruar pra gjithë vitin. Dhe duhet kemi kujdes, nderuar vëllezër dhe motra, që këto 6 ditë mos t'i lëmë pa agjëruar. Që këto 6 ditë të bëjmë si të bëjmë, po t'i agjërojmë. Pa marrë parasysh se dikush ka diçka për të shlyer kaza, themi fillimisht mundohu t'i agjërosh këto 6 ditë e pastaj direkt fillosh shlyej kompensimin që e ke për ta shlyer. Prandaj jepini rëndësi agjërimit të këtyre 6 ditëve. Elusim Allahun na mundsoj që t'i agjërojmë këto 6 ditë. Elusim Allahun që të na pasojnë veprat e mira edhe mbas Ramazanit. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Elhamdulillahi ala ihsani, wa shukru lehu ala tawfiqi wa amtinani. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Allahun e falenderojmë për mirësinë e madhe që na e ka dhënë që na udhëzoi në këtë fe. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut Xhele Xhelalu qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, I cili është pejgamberi I fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar besimtar, Allahu I gjithëkushtetsëm da tregon në librin e tij Fisnik ku thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe adhuroje Zotin tënd deri në fund të jetës tënde. Ky është komentimi I këtij ajeti Fisnik. Jo siç e japin komentimin disa të devijuar prej shijave që thonë adhuroje Zotin deri në momentin që ti do bëhesh I devotshëm dhe ty të lejohet gjithçka pastaj të bësh. Zot na ruaj nga lajthitjet. Pra muslimani e ka obligim gjithë jetën e tij ta kalojë me ibadet me adhurimin Allahut Xhele Xhelalu dhe duke prezantuar në xhami, në shtëpinë e Allahut. Nuk duhet që vetëm gjatë muajit të Ramazanit besimtari ta frekuentojë xhamin në shtëpinë e Allahut. Dëshiroj të njoftoj të gjithëve se ne jemi këtu dhe se xhamia është hapur çdo ditë 5 vakte dhe do të kuptojmë dhe ta dimë rëndësinë e ardhjes dhe faljes në xhami. Pra t'japim rëndësinë e dur. Është pyetur dietari I madh Sheikh Salih El Fauzan, Allahu e rujt, në lidhje me frekuentimin e faljeve të namazeve me xhamat në xhami. Kur I kanë thënë: "O Sheikh, kemi lexuar në disa vende se namazi me xhamat nuk është wajib, përderisa personi e fal namazin edhe nëse e falet në shtëpi, në dyqan apo në vende të tjera." Dhe I thot sheikhu: "Kjo fjalë nuk është e saktë, por është gabim. Namazi me xhamat është wajib. Namazi me xhamat është wajib për atë musliman I cili e dëgjon ezanin, thirrjen. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sami'a an-nida e felem yati", ai I cili e dëgjon thirrjen, ezanin dhe nuk vjen të prezantojë të falet, wala salata lahu illa min udhr. Pra nuk ka namaz për ta vetëm nëse ka arsyetim të fortë. Pra e dëgjon thirrjen e namazit, e ezanit. Dëgjon muezinin duke thirrur për namaz. E dëgjon ezanin. Dhe nuk I përgjigjet duke ardhur ta fali namazin me xhamat në xhami. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka namaz për ta nëse falet në shtëpi, vetëm nëse ka justifikim, kuptohet. Vetëm nëse është I arsyetuar. Dhe lind pyetja: pse u ndërtuan xhamit? Pse bëhet thirrja për ezan? Dhe kush është kuptimi I fjalës së muezinit hayya ala salah? Eja në namaz. Pra heja në namaz. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka lënë namazin me xhamat vetëm atëherë kur rëndua dhe u sëmur sallallahu alaihi wasallam. Sahabët ishin për atyre që I sillnin të moshuarit në xhami për të falur, për të prezantuar me xhamat, duke I mbajtur për krash derisa I vendosnin në saf me muslimanët e tjerë. Thot Ibn Mesudi, Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, Zoti qoftë I kënaqur me të: "Ne kemi shikuar", thot, "se nuk prezantonte në xhami në faljen e namazit me xhamat vetëm ndonjë hipokrit, munafik. Sepse ai dije", thot Abdullah ibn Mesudi, kurse të tjerët, thot, prezantonin pa diskutim. Dhe vazhdon shehu, thot: "Kush mund të thotë se namazi me xhamat nuk është obligim pas këtyre argumenteve? Allahu e fal dhe udhëzof, sepse argumenti është në fjalën e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe jo në fjalën e ndonjë njeriu që është pasues I epsheve dhe fut
fitnën dhe devijimin në fenë e Allahut. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, jepini rëndësi frekuentimit xhamisë, adhurimit Allahu xhele xhelalu, sepse kjo është ajo që do të na bëjë dobi inshallah ditën e gjykimit. Dhe mos të bëhemi dembela për tac, po të vrapojmë mbas mirësive që Allahu na i ka dhënë me urtësinë e tij. Neve, pra umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që jemi umeti më i mirë i dalë në mesin e umeteve tjera, sepse ne jemi ata që urdhrojmë për të mira dhe ndalojmë në të këqijat. Jepini rëndësi, bëhuni si ata që e lidhin zemrën e tyre me xhami, me adhurimin e Allahut azza wa xal. Dhe inshallah duke shpresuar pasaj të falja dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj s'dua që të zgjatem shumë nderuar vëllezër dhe motra, elus Allahun azza wa xal me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura absolute, na i mundsojnë ne agjërimin e 6 ditëve në ky muaj nga Shewali. Ata që si kanë agjëruar, pra t'ja mundsoj Allahu, dhe t'japim rëndësi sa më shumë madhurimit të Allahut azza wa xal. Elusim Allahun që të na bëj zemrat tona të lidhura me xhamit, me shtëpitë e Allahut. Elusim Allahun na bëj devotshëm, na bëj për atyre të cilët Zoti është i kënaqur. Elusim Allahun ti mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Elusim Allahun të ndihmoj muslimanët kudo që janë ata, t'i ruaj nga fitnet, nga trazirat, nga kurthet e armiqve të Islamit, nga kurthet e tradhtarëve të Islamit. Elusim Allahun na ngjalli me të mirët, me të devotshmit, me shuhadat, me dëshmorët. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.